radhës, dalun këtu del Kristi, kur u dha klipi, më tha Kristi mu, e di tha që ti je xheloz për ne. Thash çfarë thu thash? Ma bën me bryl. Thash çfarë xhelozia thu o Krist, më hap në herë syt, po jo më vëlla se sta majmë këtë skem. Ai janë tereziti, po kur? Po Mateo, pse e vendos ta tregosh atë historinë? Si? Aty edhe unë e thash. Në fund, thash për herë, a dola herë mashtrusën? A dola për s'dyti? Më nxorrën dhe nominim. A s'ka mund drejtën unë ta mbroj veten tash? Po ti Apo mos e mbroj? Dole në sytë e atyre që s'të besojnë. Kujt? Këtu e? Po këtu s'do më ditë për asnjë nga këto me. Për asnjë. Me sa kuptova, dje Bregina e pranoi. E pranoi pra, e pranoi. Kur ishte vetëm. Edhe prap nuk ishte qëllimi im me bërtit me të madhe, që të pranoheshe. S'ka nevojë, unë kam besu dhe kam... Ore dakord, po nuk ka qenë qëllimi im me bërtit me të madhe. Unë thash, e mora edhe etiketimin e mashtrusit. Haj thash, po e për typ. Pas kam bëu fajin, thash, po e për typ. Po jo deri në fund, qa? Të hedhin gjithë balt. Po priti herë vlla, unë po e pranoj ju prap, hajde nxjerrim jashtë apo ku diun. Dhe mos e mbrojmë veten. Për qa? Për një histori shumë të bukur dhe reale. Përdorin tash që përmend familjar. Çfarë familjar? Unë kam përmend një histori reale dhe për njerëz nderuam me tradita që nuk i ve as lloj faje. Ku do kapen këto? E jo, unë... Ku do kapen? Nëse, shiko, e di çfarë u duk keq se në këtë rast ishte një djalë që po nxjerrte informacione për një marrëdhënie me një vajzë. Jam shumë e bindur që nuk do gjykoheshin një histori nëse do ishte një vajzë që nxjerrte informacionet për një djalë. Pra, ajo çfarë u gjykua dje, edhe vetë opinionistët, pra që janë palë të treta në këtë histori, thanë që ti mund të kesh shumë të drejtë në gjë që thua, detajet që ti jep e bëjnë historinë akoma më të besueshme, por çështja është që ajo është vajzë dhe në momentin që ti tregon këto detajet, të ul ty në thonjza se çfarë detaje kam nxjerrë më qafsh. Jam dakord,